165 гласа за и 15 против Азир Алиев избран за нов министер за здравство. За наследникот на Арбен Таравари во фотелјата премиерот Христијан Мицкоски образложи зошто предложил информатичар да биде нов министер за здравство. Очекувањата на премиерот се Алиев да го дигитализира здравствениот систем. Сепак расправата за кадровското решение во здравството прерасна во меѓусебни обвинувања на доскорешните коалициски партнери. Претедникот Халил Снупче кажа дека тие не може да бидат уценети и затоа се вратиле во опозиција. Arben Taravari vetë datë dorëheqjen nga pozita e ministrit përshëndetësi dhe nuk do të flas për Arbenin. Këtë do të vlerësojnë vetë qytetarët. Aleanca për shqiptarët konstatoi se pas gati një viti qeverisje nuk arritëm të plotësojmë asnjë nga zotimet për të cilët me të cilët dolëm përpara qytetarëve dhe vendosëm të shkojmë në opozitë, të kthehemi vetë qytetarëve. A thua politika është futboll e sport dhe në një moment caktuar je vlen dhe kundërshton BDI-n dhe me njëherë ndron dresin si në sport në ekipën tjetër dhe qesh e zgërdihesh me BDI-n dhe merr duar trokitje nga ta dhe e sulmon vlenin sikur a thua nuk e qenë kur aty. Për informacion, Arben Taravari u detyrua t'japë dorëheqje. Arben Taravari u detyrua t'ikje nga qeveria. Nuk e braktisi qeverinë Arben Taravari. Kur Arben Taravari e mbronte Arben Fetajin dhe të tjerit, ti me shokët tuaj të vetëvendosjes thonit se Arben Fetaj është artan grupi i Aleancës për Shqiptarët. Këto janë fjalët tuaja. Arben Fetaj është artan grupi i Aleancës për Shqiptarët. Ky thoshte. Atë ndrimi i dresave, zoti Çoku, ti ai që ke ndruar dresat. I qëndrojmë konsistent dhe besnik asaj vije. Asa për atë që thoni ju që u kthiet në popull, unë e shoh se jeni kthie në BDI. Од ДУИ пак побараа предвремени парламентарни избори поради како што велат влошените меѓуетнички односи. I pari e thatë që të shkohet në zgjedhjet parakoshme, ku ne edhe si Bashkim Demokratik për Integrim, edhe si Front Evropian, përsëri u themi se është një mundësi ideale që me zgjedhjet lokale të shkohet në zgjedhje parlamentare dhe sovrani edhe njerë të rithekson, të rivendos legitimitetin dhe të dilet nga kjo krizë e brendshme dhe jashtme. Имате бегалци, ризикувате партијата многу скоро и таа да ви биде на црната листа поради криминал. И не мислам дека албанците во Македонија сакаат да имаат такви репрезенти. Инаку на седницата беше избран Јалбрим Хоџа за нов заменик министер за земјоделство.